Zoti Berisha, ju nuk duhet jepni dorëheqje sepse ty të duan të gjithë. Të do Edi Rama sepse të ka në projektin e tij për t'i siguruar mandatin e 5 dhe të 6. Të duan fëmijët e tu sepse kanë planifikuar të trashëgojnë si pronë me testament partinë që u krijua nga studentët e dhjetorit 90. Por u privatizua nga ty. Të duan deputetët ignorant dhe servil, se ti u fut emri në listat e mbyllura të parlamentit. Të duan kryetarët e partive të koalicionit sepse s'kan kokër vote, por ke 20 vjet që ti i fut deputet në listat të sigurta me logo të PD-s. Të do Ilir Meta sepse partia e tij s'ka më elektorat dhe je i vetmi që e mban në politik. Të do Greqia sepse je vetmja fije spionazhi që i ke mbetur për të realizuar projektin e helenizimit të Shqipërisë. Të do Rusia sepse je i vetmi që i kundërvjesh projekteve amerikane në Ballkan. Të do çdo oligark i Ramës, sepse me ty filluan bizneset duke privatizuar Shqipërinë. Të do elektorati provincial që s'din të shkruajnë shqip dhe emrin ta thon legend. Të do çdo socialist, sepse i motivon më shumë që të bashkohen rreth Edi Ramës dhe mos të shkojnë ndërmend të ndryshojnë votën. Të duan disa analistë që u jep honorare dhe mban me para portalet dhe mediat e tyre. Unë ka vite që nuk shoh një politikan ta duan të gjitha palët kaq shumë sa ju, Zoti Berisha. Jo, ti nuk duhet japësh dorëheqjen, sepse ti u duhesh të gjithëve. Me ty fiton Shqipëria se herë që ti humbet. Ti nuk je burr të largohesh. Ti ke frikë të tërhiqesh. Fundja dorëheqja është për burra fisnik dhe jo për një zvarranik.